Do të kalojmë në Shqipëri, atje është sot heshtje zgjedhore dhe nesër do të jenë zgjedhjet për kuvendin e ri të Shqipërisë. Kolegja Albana Bajrami është në Tiranë e do të përcjellë këto zgjedhje, do ta kemi Albanën gjatë ditës sot me nesër gjatë gjithë ditës, edhe në këtë mëngjes e kemi Albanën në linjë. Albana, mirëmëngjesi. Mirëmëngjesi, hyrë përshëndetje. Si është Tirana sot? Si e keni motin? Tirana sot është një ditë mëngjes i bukur, mëngjes me diell një herë për një herë, edhe pse raportohet se mund të ketë riga shiu më vonë, po një herë për një herë është një ditë shumë e bukur. Është një heshtje zgjedhore pas një muaji fushat elektorale në Shqipëri, në mesnatë është përmbyllur fushata dhe ka filluar heshtja zgjedhore normalisht. Tani është duke u bërë gjithçka gati për nesër, për një proces zgjedhor që do të përcaktojë përbërjen e re të kuvendit dhe qeverisjen e ardhshme të Shqipërisë. Janë rreth 3.700.000 shqiptar që pritet të votojnë nesër ndërsa për herë të parë do të votojë edhe diaspora, me rreth 245.000 emigrantë shqiptar të regjistruar. Betejë më fort në këto zgjedhje po bëhet mes dy forcave më të mëdha politike të Shqipërisë, Partia Socialiste e drejtuar nga Edi Rama dhe Partia Demokratike e drejtuar nga Sali Berisha. Edi Rama kandidon për një mandat të katërt, derisa gjatë fushatës ishte përqendruar tek integrimi evropian, ndërsa Berisha i PD-s ka folur për ndryshime, duke premtuar mundësitë e reja për çdo qytetar të Shqipërisë. Hyrë me 11 maj, qytetarët me të drejtë vote do të drejtohen kutive të votimit, ku në të gjithë Shqipërinë do të jenë 5.225 qendra të votimit. Për këto zgjedhje janë regjistruar 53 parti politike, si subjekte zgjedhore, mes tyre dhe disa parti të reja, ndërsa garojnë 3 koalicione parazgjedhore. Për herë të parë votojnë rreth 114.000 qytetar, janë të rinj që janë të regjistruar 18 vjeçar e sipër. Në këto zgjedhje janë në garë 2046 kandidat për 140 vende në kuvendin e Shqipërisë. Po, Albana, bani përshtypje që the për herë të parë voton edhe Mërgata e Shqipërisë. Po. Si është mundur që për herë të parë? Deri tani nuk ka votuar, nuk e kisha pasur këtë element. Jo, në Shqipëri deri tani nuk ka votuar Mërgata, kanë ardhur ata që kanë dashur të votojnë nga vendet e ndryshme që jetojnë në Evropë, kanë ardhur në Shqipëri për të votuar, po fizikisht, ndërsa mënyra e votimit këtë radhë në këto zgjedhje të diasporës është përmes postës, ndërsa votat e emigrantëve do të numërohen nga KQZ-ja, pasi të vinë zarf dhe do të llogaritet sikur qytetari ka votuar në qarkun ku ai banonte në Shqipëri. Domethënë në bazë të adresës ku ai ka banuar në Shqipëri do të numërohet i tillë, sepse këtu votohet me qarqe në një mënyrë tjetër, jo si ne në Kosovë. Po, këtë dësha me të pyet se është pak një sistem ndryshe në krahasim me sistemin tonë zgjedhor. Po, a mund të flas për sistemin e votimit? Sistemi zgjedhor në tërësi, ose do të thonë procesi i votimit. Sa i përket për këto zgjedhje është miratuar një sistem i ri zgjedhor që përfshin një kombinim të listave të mbyllura dhe të hapura. Rreth 1/3 e listës së kandidatëve është e mbyllur dhe emrat janë të fiksuar nga kryetari, ndërsa 2/3 e tjera janë të hapura. Për këta të fundit nuk do të ketë prag. Në fletën e votimit ata janë të vendosur në rend alfabetik. Në Shqipëri janë 12 zona zgjedhore dhe numri mandateve të deputetëve për çdo zonë varion nga 3 mandate për qarkun e Kukusit, për shembull, dhe deri në numrin më të madh të mandateve në 37 mandate për qarkun e Tiranës. Në rang vendi çdo subjekt zgjedhor ka kandiduar 46 emra në listën e mbyllur dhe 140 të tjerë për listën e hapur. Ata janë të shpërndarë sipas qarqeve, në varësi të mandateve. Për shembull, qarku i Tiranës nxjerr 37 deputet dhe në listën e hapur secili subjekt politik ka kandiduar 37 emra, ndërsa në listën e mbyllur 12 emra. Kodi zgjedhor në Shqipëri përcakton se 1/3 e mandateve nga çdo qark për çdo subjekt zgjedhor do të dalë nga lista e fiksuar nga partia. Po. Çfarë thonë mekanizmat e sigurisë për ditën e nesërme? Kanë bërë sigurinë që të gjithë qytetarët të votojnë të lirë, të sigurojnë vendet e votimit, qendrat e votimit?
Po, çdo gjë është gati. KQZ-ja ka nënshkruar një marrëveshje me SPAK dhe Prokurorinë e Përgjithshme që parashikon masa të përbashkëta për parandalimin, identifikimin dhe ndjekjen e veprave penale që lidhen me zgjedhjet. Sepse Si dhe krijimin e mekanizmave. Mund ta ketë Shqipëria edhe pak si kusht Albana edhe në prag të procesit të integrimit në Bashkimin Evropian dhe është në një farë lupe ndoshta të monitorimit. Po, pikrisht për këtë janë bërë këto marrëveshje që të kalojë një proces sa më i qetë zgjedhor, të ketë një mbarvajtje të suksesshme pozitive dhe për të krijuar mekanizma për shkëmbimin e shpejtë dhe efikas të informacioneve mes institucioneve të përfshira në këto marrëveshje, të cilat parandalojnë këto parregullsi nëse vetëm do të ketë të tilla. Albana, edhe një që desha, ke arritur të bisedosh me qytetarë, çfarë është disponimi i tyre të marrin pjesë nesër në votime? Po, aq sa kam arritur unë, disponimi është pozitiv, do më thonë janë dakord që të dalin të zgjedhin, kanë ato preferencat e tyre, ndërkohë që po janë të gatshëm për të dalë në zgjedhje. Në shumicën e atyre sa kam arritur të bisedoj, po janë të gatshëm të dalin patjetër në zgjedhje, ndjejnë edhe obligim, edhe një lloj Albana, ku të mbështeten të armën dhe ku do të ankohen të armën, nëse do të ketë të tilla. Të të pyes privatisht, ti ke edhe shtetësi të Shqipërisë, apo? Po, e kam. Do të votosh, ke të drejtë vote? Po, edhe unë mund të votoj, jam në listë këtu, po patjetër mund të votoj nëse dua. Se këto desha të them, nëse donë ata që kanë dy shtetësi edhe mund ta shfrytëzojnë të drejtën e tyre për votë. Po, mund ta shfrytëzoj edhe këtë të drejtë. Po, Albana dashur, faleminderit shumë për këto të dhëna që dhat për programin e mëngjesit. Ne do të kontaktojmë gjatë ditës sigurisht edhe për edicionet e lajmeve. Do të lodhesh pak këto 2 ditë atje, por është e rëndësishme të marrim informacionin nga dora e parë së shtunë. Faleminderit shumë Albana dashur. Do të informojmë për çdo gjë. Kalofshi një ditë të mbar. Tani një kafe të mirë në Tiranë. Mirupafshim gjithë të mirat e dashur. Ishim me Albana Bajramin, kolegën tonë në Tiranë. Albana po përcjell zgjedhjet atje, janë bërë tashmë si shta Albana gjitha përgatitjet për zgjedhjet e ditës së nesërme dhe presidenti Begaj ka bërë një thirrje që njerëzit të dalin të votojnë edhe të jetë një proces zgjedhor i mbar, i mirë, pa probleme, të jetë transparent. Ai ka kërkuar që 11 maj të kthehet në një ditë feste dhe angazhimi qytetar në emër të demokracisë dhe të shpresës për të ardhmen, ka thënë presidenti Begaj.